Vizita e kryeministrit serb në Shkup, BDI akuzon se Mickoski dhe Vleni janë vegla të botës serbe. Pesë shtetas të Turqisë akuzon për vrasjen e bashkëdhetarit të tyre në Shtip. Emisionin debat në shenja, Ramadani dhe Elmazi, të dy kandidatët për kryetar të Sarajit, premtojnë mundësi të reja në komunën që garojnë. Edhe Shkupi mban protesta për Palestinën. Në marshin në fjalë, protestuesit thanë një zëri se nuk do të heshtin para gjenocidit. Të ndruar shikues, përshëndetje dhe mirë se takohemi me lajmet orës 15:55. Kryeministri i Serbisë Gjuro Macut ishte në një vizitë zyrtare në Shkup, ku dhe u prit në qeveri nga kryeministri Hrisja Mickoski. Nga qeveria informuan se dy kryeministrat biseduan për avancimin e marrëdhënieve bilaterale, bashkëpunimin ekonomik dhe lidhjen infrastrukturore. Ndërkaq BDI pyet se çfarë u diskutuan takimet e djeshme mes Beogradit dhe Shkupit dhe pse mbahet si sekret shtetëror. Sipas tyre, shteti është kapur nga Beogradi. Vizita e kryeministrit serb Gjuro Macut në Shkup në mes të fushatës dhe pritja e tij nga kryeministri Hrisja Mickoski për BDI-n janë dëshmi se Maqedonia e Veriut po rishqet drejt statusit të Republikës së Tretë Serbe. Raportet ndërkombëtare, përfshirë edhe ato të Parlamentit Evropian, kanë theksuar ndikimin e rrezikshëm të botës serbe në vendin ton. Sot, ky ndikim u volos me marrëveshje të reja, të shitura si bashkëpunim ekonomik dhe stabilitet rajonal, por që në të vërtetë përfaqësojnë vetëm një kapje të plotë të shtetit nga Beogradi me bekimin e Vlenit. BDI pyet se çfarë u diskutua në takimet e djeshme mes Beogradit dhe Shkupit dhe pse mbahet si sekret shtetëror. Një ditë më parë, kryeministri Hrisja Mickoski priti kryeministrin e Republikës së Serbisë Gjuro Macut, i cili qëndron për vizitë zyrtare në vendin tonë. Nga qeveria informuan se dy kryeministrat biseduan për avancimin e marrëdhënieve bilaterale, bashkëpunimin ekonomik dhe lidhjen infrastrukturore. Kryeministri Mickoski theksoi se Serbia është partner dhe mik i sinqert, me të cilin ndajmë vizion për një Ballkan të qëndrueshëm, të sigurt dhe prosperues. Kryeministri Macut shpreh mbështetje për proceset e reformuese në shtet dhe nënvizoi se Beogradi dhe Shkupi do të vazhdojnë të bashkëpunojnë në projekte të përbashkëta që janë në interes të qytetarëve të dy vendeve. Nga qeveria po ashtu informuan se të dy palët u pajtuan se thellimi i lidhjeve miqësore mes dy shteteve paraqet një kontribut të rëndësishëm për stabilitetin rajonal dhe perspektivën europiane të Ballkanit Perëndimor. Të hënën në Durrës do të mbahet samiti i nismës Brdo-Brioni, ku do të marrin pjesë liderët e Ballkanit Perëndimor, përfshirë presidenten e Maqedonisë Veriut Gordana Siljanovska-Davkova. Tema kryesore do të jetë perspektiva europiane e rajonit dhe plani i rritjes për Ballkanin Perëndimor. Nisma e nisur në vitin 2013 nga Slovenia dhe Kroacia, synon forcimin e bashkëpunimit rajonal dhe përshpejtimin e integrimit në Bashkimin Evropian. BE ka parashikuar 6 miliard euro për periudhën 2024-2027, nga cilat Maqedonia e Veriut pritet përfitoj mbi 750 milion euro. Samiti zhvillohet nën moton së bashku drejt Bashkimit Evropian. Prokuria Themelore Publike Shtip ka ngritur akt akuzë për 5 shtetasit turq të involvuar në vrasjen e Enes Özdemir nga Turqia në maj të këtij viti. Njëri prej tyre dyshohet se vrau drejt për drejt me armë zjarri, të cilin e mbante pa leje, ndërsa të tjerët e ndihmuan duke i siguruar strehim dhe transport. 5 shtetas të Turqisë janë akuzuar për vrasjen e Enes Özdemir, një tjetër shtetas turk që ndodhi më 8 maj në Shtip, njoftoi Prokuroria Themelore Publike e Shtipit, pasi ka dorëzuar akt akuzën në gjykat. Njëri prej të akuzuarve ngarkohet se ka kryer drejt për drejt veprën penale të vrasjes dhe akuzohet gjithashtu për mbajtje pa leje. 3 janë akuzuar se kanë ndihmuar në kryerjen e veprës, ndërsa e 5-a është një vajzë që akuzohet për ndihmë pas kryerjes së vrasjes. I akuzuari i parë është një djalë 21 vjeçar që ndodhen në Maqedoninë e Veriut pa qendrim të rregulluar. Sipas së prokurorisë, në fillim të majit, ai kishte blerë një pistolet gjysmë automatike nga një person i panjohur në Shkup dhe më pas ishte marrë vesh me viktimën që të takoheshin në një kafene në qendër të Shtipit.
Ata ishin ulur në një nga tavolinat në qoshet të terracës verore të kafenes dhe kishin biseduar rreth 15 minuta. Në një moment, i akuzuari kishte shkuar në tualet dhe ishte kthyer menjëherë, kishte nxjerr pistoletën dhe kishte filluar të qëllonte drejt viktimës, duke i shkaktuar 6 plagë me armë zjarri, nga të cilat ai kishte ndëruar jetë. Sipas prokurorisë, 3 të akuzuarit e tjerë, megjithse kishin ditur planet e tij, i kishin ofruar mbështetje logjistike, e kishin strehuar në banesën ku jetonin dhe kishin ndihmuar ta blinte armën. Ditën e vrasjes, sipas informacioneve të prokurorisë, ata e kishin transportuar deri në shtëp. Prokuroria sqaron se pas vrasjes, ata e kishin thirrur të akuzuarën e 5 që t'i transportonte me makinën e saj në Shkup, por gjatë kthimit kishin vërejtur praninë e policisë në pikën e pagesës e Miladinovci. Ajo e ndaloi makinën rreth 300 metra para pikës së pagesës, duke i mundësuar autorit kryesor të dilte dhe të ikte jashtë rrugës përgjatë autostradës ku më vonë u gjet dhe u arrestua. Të tjerët vazhduan të lëvizin me makinë drejt pikës së pagesës dhe u ndaluan nga policia. 4 të akuzuarit e ndodhen tashmë në paraburgim dhe prokuroria e Shqipit ka kërkuar që masa e paraburgimit të vazhdojë, ndërsa ndaj të akuzuares së 5 janë vendosur masa kujdesi. Gjykatësja Diana Gruevska-Ilievska do të udhëheqë procesin gjyqësor për zjarrin në diskotekën Puls në Koçan, informoi Gjykata Themelore Penale e Shkup. Në pajtim me sistemin AKMI-s është caktuar për procedurë të më tutjeshme tek gjykatësja Diana Gruevska-Ilievska nga sektori penal për tritur. Bëhet fjalë për gjykatëse me stazh 19 vjeçar gjyqësor në gjithë sektorët e kësaj gjykate, si dhe stazh të mëparshëm 17 vjeçar si bashkëpunëtor profesional. Për gjithë veprimet e më tutjeshme procesuese lidhur me lëndën konkrete, siç sekëm në opinion dhe palët do të njoftohen me kohë, thon nga penalja. Këshilli për vlerësim të aktakuzës pranë Gjykatës Themelore Penale Shkup të premten në tërësi miratoi aktakuzën lidhur me zjarrin në diskotekën Puls. Në zjarrin në diskotekën në Fjalë, që ndodhi më 16 mars 2025, e humbën jetën 62 persona të rinj, ndërsa mbi 200 u lënduan. Kandidati për kryetar të komunës së Çajirit Bojar Osmani nga Lanca Kombëtare për Integrim në kuadër fushatës zgjedhore ka mbajtur një konferencë për media nga ku tha se barazia gjinore do të jetë themeli i çdo politike të ardhshme komunale, duke theksuar se gratë nuk duhet të jenë vetëm pjesë e fushatave, por pjesëmarrëse të barabarta në vendimmarrje dhe në krijimin e politikave. Osmani gjithashtu prezantoi parimin e tij strategjik për qeverisjen e ardhshme të komunës dhe për fshirjen e barabartë të grave në proceset politike. Ai theksoi se barazia gjinore nuk është vetëm vlerë, por parakusht për zhvillim dhe demokraci. Në Çajir gratë do të jenë pjesë e vendimeve, pjesë e zgjidhjeve dhe pjesë e çdo ndryshimi, theksoi Osmani. Dhe kam bërë diçka që nuk është bërë në zgjedhje të tjera. Në çdo lagje, në çdo rrugë, jam takuar me gratë në Çajir. Më shumë kam dëgjuar se kam folur. Kam dëgjuar hallet e tyre, kërkesat e tyre, sugjerimet e tyre. Dhe ajo çfarë kam kuptuar është se situatën e vështirë në cilën gjendet Çajiri para se gjithash, bie mbi supet e tyre. Vështirësitë e Çajirit, para se gjithash i ndjejnë gratë. Kandidati i koalicionit vlen për kryetar të komunës së Çajirit dhe njëherë është zëvendës kryeministri i parë Izet Mexhiti dhe kandidat për këshilltar komunal Ariton Rama në kuadër fushatës zgjedhore kanë prezantuar sot një nga prioritetet kryesore të programit tyre zgjedhor. Ndërtimin e qendrës rinore, projekt siç thot Mexhiti, synon t'u jap të rive hapësiren e munguar për zhvillim, krijimtari dhe inovacion. Mexhiti tha se ndërtimi i qendrës rinore do të jetë një prioritet absolut i mandatit të tij si kryetar komune, duke shtuar se ai nuk është vetëm një objekt fizik, por një platformë ku rinia, si tha ai, do të mund të mësoj, krijoj, shprehë veten dhe të ndërtoj të ardhmen në mënyrë aktive. Sot jemi këtu për të prezantuar një për projekteve më dashura, më me zemër që i kemi, për shkak se Çajiri karakterizohet me rini dhe jo vetëm për nga numri, po edhe për nga kualiteti, dhe kjo është një për investimeve pikërisht pra tek rinia, ku rinia do shprehet, do realizohet dhe do ndërton të ardhmen e tyre.
Edhe pse zgjedhjet e 19 tetorit janë zgjedhje lokale, krerët e partive politike asesit zhveshen nga petku i zgjedhjeve parlamentare. Në një tubim elektoral të mbajtur në Manastir, lideri Vëmrodë Përmenez dhe kryeministri aktual Krisja Mickosi akuzoi partitë opozitare LSDM dhe BDI se janë të gatshme të bëjnë çdo lëshim në dëm të shtetit për përfitime personale. Sipas tij, këto parti kanë treguar në të kaluarën se nuk hezitojnë të sakrifikojnë interesat kombëtare të Maqedonisë Veriut, ndërkohë që fshihen pas patriotizmit të rrem. Mickosi dhe marrëveshjes me Bullgarinë, duke cilësuar si një hap që ka hapur kutinë e Pandorës dhe ka çuar drejt pranimit të diktatit bullgar, të cilin sipas tij vetë Venko Filipçe më parë kishte arsyetuar si mbrojtje të identitetit. Ishte kryeministri Zaev vetë ka thënë se LSDM-s nuk i takon të jetë parti patriotike. Sot, pas të ashtuquajturve vija të kuqe, fshihet nxënësi i tij, Venko Filipçe. Por nëse identiteti që ka ruajtur me atë që e quajnë diktati bullgar, pse atëherë sot në nevojitën vija të kuqe? Kjo është një tjetër gënjeshtër e paketuar nga LSDM. Sa të jem unë kryeministër dhe kjo të jetë qeveria, për ne ekziston vetëm një vijë, ajo është vija maqedonase. Me moton po luftojmë për shtetin ton, Partia Maqedonase Opozitare LSDM kanë mbajtur tubim në Strug dhe Ohër. Kreu i saj partie Venko Filipçe drejtoi kritika të ashpra ndaj politikave ekonomike të qeverisë aktuale të udhëhequr nga VMRO-DPMN. Ai theksoi se ekonomia është në rënje të vazhdueshme dhe se asnjë nga premtimet për përmirësimin e standardit jetësor nuk është realizuar. Filipçe shtoi se inflacioni vazhdon ta gryejë fuqinë mbledhëse dhe se premtimi për pagën minimale prej 500 eurosh nuk është përmbushur. Ai përmendi edhe shembullin e Shqipërisë, e cila, siç tha, ka paralemruar pagë minimale prej 520 euro, ndërkohë që Maqedonia e Veriut ende ka një pagë minimale prej vetëm 400 eurove. Për Mickosin dhe bashkëpunëtorët e tij, këto paga që nga të mjaftueshme. Për Trajko Slavevskin, madje janë edhe shumë, ndërkohë investimet e huaja janë përgjysmuar, prodhimi industrial ka rënë dhe numri të punësuarve në industri është ulur me 2.6%. Të gjitha këto janë fakte që tregojnë se ekonomia po shkon drejt kolapsit. Të ftuar në emisionin Debat në Shenja, kandidatët për kryetar të komunës së Sarajit Blerand Ramadani nga AKI dhe Mohamed Elmazi nga Vleni shpalosën programin e tyre. Të dy kandidatët një zëri premtuan angazhim të plot për përmirësimin e infrastrukturës në Saraj, ndërsa theksuan se zhvillimi ekonomik i zonës do të arrihet përmes investimeve konkrete. Kandidatët për kryetar të komunës së Sarajit, Blerand Ramadani nga Aleanca Kombëtare për Integrim dhe Mohamed Elmazi nga Vlen, të cilët njihen në opinion se po zhvillojnë një fushat tejet pozitive, të njëjtën e kanë dëshmuar edhe në emisionin Debat në Shenja. Duke në shkaluar kritikat, ata para qytetarëve shpalosën programin e tyre, me të cilën kërkojnë besimin e qytetarëve. Kandidati i AKI-s Blerand Ramadani theksoi se në programin e tij parashihen 3 projekte kryesore që nëse zgjidhet kryetari i komunës do të fillojë të realizojë që nga dita e parë. Unë do të kisha veçuar 3 projekte kryesore për të cilët besoj se bashkë edhe me kundër kandidatin, kushdo që të fiton do të fillojë që në ditën e parë. Konkretisht bëhet fjalë për shkollën në Matk, për urën për kombësor në Llog para se të ndërtohet ura e cila do të lidh me komunën e Gjoçës dhe rregullimin e çështjes së ujit të pishëm. Ndërkaq, Mohamed Elmazi nga Vlen zotohet se nga dita e parë, nëse merr nën udhëheqje komunën, do të angazhohet të sigurojë ujë të pishëm për të gjithë banorët e asaj zone, duke vazhduar më pas edhe me rregullimin e transportit publik dhe largimin e deponive të egra. Po si problem kryesor me cilën që në ditën e parë do nisim të merrem është uji i pishëm. Është fatkeqësi realisht për banorin e Sarajit uji i pishëm i cili buron po nga e njëjta komunë, të cilin ujë e shfrytëzojnë gjithë qytetarët e Shkupit dhe banorët e komunës Sarajit ta kenë këtë problem. Pastaj kemi transportin publik dhe thuja deponit e egra. Të dy kandidatët një zëri premtuan angazhim të plot për përmirësimin e infrastrukturës në Saraj, ndërsa theksuan se zhvillimi ekonomik i zonës do të arrihet përmes investimeve konkrete në pjesë të caktuara të komunës, me qëllim uljen e papunësisë dhe krijimin e mundësive të reja për të rinjt. Nën moton ndalo gjenocidin, marshojmë për Palestinën,
Në Shkup u mbajt një marsh protestues në shenjë solidariteti me popullin palestinez. Qindra qytetarë marshuan nga përmendorja Simfonia e Paqes deri te qeveria. Organizatorët nga iniciativa Të Gjithë për Palestinën theksuan se ngjarja është pjesë e një lëvizjeje globale që kërkon të japë fund heshtjes ndërkombëtare ndaj okupimit dhe gjenocidit izraelit. Organizatorët kritikuan politikën e jashtme të Maqedonisë së Veriut që ende nuk e njeh Palestinën, duke quajtur këtë vendim politik jo neutral. Një marshim proteste u mbajt sot në Shkup në shenjë solidariteti dhe dënimit të krimeve të luftës dhe rrethimit të Gazës. Qytetarët u mblodhën para monumentit Simfonia e Paqes, nga ku marshimi u drejtua drejt qeverisë së Republikës së Maqedonisë së Veriut. Organizatorët e marshimit Nisma Të Gjithë për Palestinën theksuan se synojnë të ushtrojnë presion mbi qeverinë që të ndërmarrin hapa konkret kundër pushtimit dhe gjenocidit izraelit. Do të thënë, sot jemi mbledh këtu që të japim një farë mbështetje për krahje shtetit, popullit i cili një vit e tepër, do me thënë, përjeton një farë gjenocidi. Nuk bëhet fjalë, neve nuk kemi dalë këtu të ndajmë dallimin a bëhet fjalë për lufta jo, por duke e pa situatën e fundit se si ndalohet flota, do me thënë, me njerëz humanitar të cilat çojnë ndihmë mjekësore, ushqimore, kështu me radhë. Canat gjithashtu tha se nuk mundemi të ndalojmë luftën, por së paku të dëgjohet zëri i tyre gjithandej, që të shohin se edhe në Maqedoni përkrahet populli palestinez. Ovo je moment е вистинскиот суден ден кога нашиот внатрешен морал е пред испит. Дали сме навистина луѓе? Дали имаме чувство на емпатија? Дали можеме да спиеме мирно кога невини деца се убиваат? Другарки и другари, народот во Палестина е затворен во појас кој е блокиран, без пристап до храна, вода, здравство и образование, додека надворешни сили контролираат кој ќе живее и кој ќе умре. Луѓето во Палестина веќе 8 децении живеат во свет на смртта. Fjalimet prekëse dhe brohorimat për një Palestinë të lirë nuk u ndalen pothuajse në asnjë moment. Besojmë se Gaza dhe Palestina munden të jenë të shpëtuara përmes intervenimit internacional të aktivisteve nga e gjithë bota. Urgjentisht, kërkojmë lirim të 462 aktivisteve, të cilët këtë ditë u kidnapuan nga ana e ushtrisë sioniste vrasëse. Marshimi përfundoi përpara qeverisë me thirrje për njohjen e Palestinës dhe veprime konkrete politike. E kur jemi të gjenocidit në Gaza, Izraeli vazhdon bombardimet gjatë gjithë natës, pra ka vazhduar pavarësisht thirrjes presidentit amerikan Donald Trump për ndalimin e menjëhershëm të sulmeve ndaj Gazës. Sipas burimeve shëndetësore palestineze dhe dëshmitarëve, ushtria izraelite bombardoi me intensitet të lartë nga ajri dhe artilleria zonat ndryshme të rripit Gazës. Dëshmitarët thanë se Izraeli përdori edhe robot me telekomand të mbushur me eksploziv për të hedhur në erë ndërtesa gjatë natës. Ndryshe, presidenti Trump publikoi një video mesazh pasi Hamasi pranoi në parim planin e tij për Gazën. Ai falenderoi Turqinë, Katarin dhe vendet e tjera për kontributin në proces dhe theksoi se beson se Hamasi dëshiron paqen e qëndrueshme. Presidenti amerikan kërkoi nga Izraeli të ndalojë menjëherë bombardimet për të mundësuar lirimin e pengjeve, ndërsa vlerësoi përgjigjen e Hamasit ndaj propozimit të tij. Të paktën, deri në këto momente, 74 palestinez janë vrarë në luftën gjenocidale të Izraelit në rripin e Gazës që nga tetori vitit 2023. Vetëm në 24 orë të fundit u vranë 66 palestinez dhe u plagosën 265 të tjerë. Është përëruar rruga ndërkufitare Gorozhup-Pogaj në kuadër të marrëveshjeve të nënshkruara mes Kosovës dhe Shqipërisë. Kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti ka quajtur të rëndësishme këtë rrugë si për banorët ashtu edhe për turizmin malor dhe kulturor. Ai ka thënë se kjo rrugë bën në vlerën prej afër 1 milion eurove. Kjo është një pjesë e vogël e borxhit të madh që kemi ndaj këtij komuniteti që i ka dhënë shumë edhe zhvillimit ekonomik edhe historisë kombëtare, ka thënë Kurti. Në komunikatën e zyrës së kryeministrit thuhet se rruga i lidh fshatrat Gorozhup dhe Pogaj që historikisht kanë qenë një dhe të cilat i bashkojnë familja, tradita dhe jeta e përditshme. Po mbyllim këtë edicion të lajmeve këtu të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje deri atëherë.